إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na bëri pjesë marrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na bëri nga ummeti zgjedhur, ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste që të parapështrojmë një pyetje si që kanë parashtru shokët e pejgamberit Allahut njëri tjetrit. A e ka pa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Zotin e tij në natën e Mi'rajit? Pra vëllezër të ndershëm, treguam në hutbën e kaluar se kur pejgamberi Allahut u sprovu maksimalisht në tokë, Allahu Azza wa Jall e nderoi pejgamberin Allahut me një mrekulli të veçantë që këtë mrekulli nuk ja dhuroi asnjë pejgamberit. Allahu Azza wa Jall e lartësoi mbi 7 qiej. Në fol për gdhelje për pejgamberin Allahut se ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu Azza wa Jall nuk të ka braktis. Nëse krijesat e dunjas dhe tokës nuk ta dinë vlerën, krijesat e qiellit janë që ta dinë vlerën dhe të madhërojnë dhe të nderojnë. Nëse krijesat e tokës të përbusin, krijesat e qiellit janë që të lartësojnë. Dhe treguam vëllezër të ndershëm se çfarë përjetoi pejgamberi Allahu dhe ç'kan takoi në qiell duke vazhduan lart në qiell. Pejgamberi Allahu ngjitet lart në qiell. Dhe tregova unë transmetimin dhe variantin që unë anoj tek dietarët se Mi'raji, fjala Mi'raj është ngjitje lart në qiell. Ka ndodhur para Isras. Pra fillimisht Mi'raji është ngrit pejgamberi Allahut lart në qiell, e pastaj ka udhëtu pejgamberi Allahut një pjesë të natës prej Mekën e bekuar në Quds Sherif. Dhe është falën, I ka pri namazit të sabahut si imam I gjithë pejgamberëve të Allahut. Dhe këtë treguam në hutbën e kaluar. Pra vëllezër të ndershëm, parashtrohet pyetja se pejgamberi Allahut e ka pa Allahun Azza wa Jall në dunja. Ata që kanë ra në ujdi dietarët vëllezër të ndershëm se në tokë s'ka mundësi që të shihet Allahu Azza wa Jall me sytë e ballit. Për shkak se Musa alayhis salam kërkoi, dhe kjo ishte dëshira e flaktë e Musait që të shiqon Zotin e vet. Dhe Musa kur u gjen në Turi Sina, I drejtohet Allahut Azza wa Jall me këtë lutje, me këtë kërkesë, ja paraqet Allahut dhe I thot: Ja Rab, o Zot I Madh, erini anzur ilejk, ma mundso që të shiqoj fytyrën tënde, ma mundso që të shiqoj ti kur komunikon të me Allahun Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall ju përgjigj Musait, tërthorasi dhe neve në tregoj dhe tha: Lën të rani, walakin undur ila al-jabal
fe in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tha, jo Musa, e ke vështirë që ti si një jotë, si një balitan të përballon shiqimin e fitirës Allahut Azza wa Jall. Mirë po për të poshu zemra se pse s'ke mundësi që ta shifë Zotin tanë këtë dunja dhe do ta shifë Zotin tanë në akiret, tha undhuri ilal gjebel, tha shiqoje majën e mali që gjindësht ti në ta. Ko Musaj a.s. ishte I hibën në kodrin tori se I na. Nëse unë e shpalosi perdën ti me ftyrës time dhe kodra qëndron, ka mundësi të mbijeton shkëlqërsin e fitirës Allahut Azza wa Jall, ja Musa keme mba. Pra në kupton se nuk është e pamundër që të shiqohet Allah. Mirë po disit tonat këtë dënja janë të dopta që të shiqojnë Allahun Azza wa Jall. Dhe thëtë Allahu Azza wa Jall, felemma të gjalla rabbuhu lil gjebelin gjaallahu dekka wa kharra Musa sa'iqa. Kur Allahu shpalos një perde dhe shfaq shkëlqelsin bukurin e fitirës e ti, toka e kudri se I na thuat 1.000 metre shkrijet dhe Musa I bibjen të fik. Para do leo të ndërshëm pejgamberi Allahu thonë të ditën e gjikimit, one jam a I pari që zgjojna pasi ti frijet surit, nga se ditën e gjikimit ku ti frijet surit të gjithë njerëzimit I bjen të fikt, tha I pari që zgjojnë nga të fiktit, mirë po e shof Musajn a.s. I kapër për një kam prej kamëve të arshit Allahut. Tha dhe nuk e di a iq nuk I karat fikt Musajt apo asgju para me. Pse Musaj nuk I bet fikt ditën e gjikimit se I karan këtë dunjo. Para të leo të ndërshëm s'ka mundësi me sit e balit, njerju duke qenë zgjut që ta shiqon Zotin e vetë. Mirë po është e mundshëm që ta shef Zotin e vetë në andër, dhe kja është kajtimi gjithë ehli sunnetit dhe xhamatit kanë rënë ujdi, se pejgamberi Allahut e ka pa Allahun Azza wa Jall në tokë duke qenë në gjumë në andër, dhe këtë hadith e transmeton shumë shok të pejgamberit Allahut, si kur të transmeton Ebu Hurajra, Enes ibn Malik, Muadh ibn Jebeli, Bara ibn Azib, shumë sahabi. Ko thot Muadh ibn Jebeli një dit prej ditëve në mëngjes, tha e pritshmi pejgamberin Allahut që dale ta falmi namazin e sabahut, mirë po vonu pejgamberi Allahut deri sa tham po lind dielli, kur ja pra pejgamberi Allahut e mërrini, tha pejgamberi Allahut, tha ngrit në ikametin, thirr në ikametin, e kriti ikametin, tha dhe fali namazin e sabahut shpejt, e pasi dha selam pejgamberi Allahut jo kthi xhamati dhe tha që ndëroni në atë vend ku jeni. Që ndëruan, tha do t'ju njoftoj pse u vonova sot dhe pse s'pata mundësi më herët që të dal për t'i prit namazit të sabahut. Tha nga se u pata ngrit natën që të bajnë namaz, aq Allahu Azza wa Jall sa ma mundëson mirë, po tha më zon gjumi. Bara ibn Azib tha e ka zonë gjumi pejgamberin Allahu duke qenë sejdë. Tha dhe kur më zonë gjumi, tha ma erdh Allahu Azza wa Jall, apo mi transmetim e posh Zotin tim në formën më të bukur, në pamjen më të bukur. Tha e posh Allahun Azza wa Jall dhe Allahu Azza wa Jall më drejtu me këtë fjalë dhe më tha, ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a ke mundësi të më njoftosh çfar polemika zhvillohen lart në qiell tek melekët që janë në qiellin e 7? Çfar biseda zhvillojnë melekët me njëri tjetrin? Tha ju përgjigja Zotit tim dhe thash, jo o Zoti im nuk e di. Pastaj më parashtroi pyetjen sërish dhe tha, ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a e din çfar biseda zhvillohen lart në qiell? Thash nuk e di, dhe në tretën erdhi ju përgjigja nuk e di. E pastaj Allahu Azza wa Jall tha, manoj shuplakën e ti në shpatullat e mia derisa e nita derisa e përjetova freskin e majave të gishteve të Allahut Azza wa Jall,
Dhe kur e përjetova këtë freski në gjoksin tim, tha mu shfaq do send që ndodh dhe polemizohet dhe bisedohet në qiell. Pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është njeriu i vetëm që ju ka shpalosën perda dhe Allahu e ka njoftu se çdo send që zhvillohet lart në qiell i vetmi njeri që e ka ditë pasi Allahu azza wa jall e njoftoi. Ta e dita çdo bisedë që zhvillohet në qiell. E pastaj më pyeti Allahu azza wa jall dhe tha ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, çfarë biseda zhvillojnë melekët e ngjëjtë të cilët janë afër Allahut? Tha biseda, diskutimi më i madh i tyre për di çështje. A dini vëllezër çfarë çështje bisedojnë melekët lart në qiell? Tha e para prej atyre tha flasim për kefarat. Dhe dita prej atyre për derajat. Që do me thonë kefarat, bisedojnë, diskutojnë dhe cilët janë veprat të cilët janë të imta, janë të rëndom të sirin e njeriut, mirë po janë shlise e gabimeve. Cilët janë veprat ma shumë që njeriut ja shlin gabimet dhe bisedojshin, diskutojshin në veprat të rëndom të thjeshtat e leta, mirë po janë veprat që njeriun mas shumë të e lartësojnë xhenet. Pastaj pejgamberi Allahu tha u përgjigj cilët janë kefarat, cilët janë vepra që t'i shlien gabimet. Tha e para prej atyre tha me ja dhon hakun abdesin, me mor abdesin, me përsos abdesin kur e ke dhe vështirë. Dhe disa mendojnë se me mor abdes me ujtë ftoftë është mas e vap. Është mas e vap kur s'ka ujtë nxehtë. Se Ibn Abbasi e nxehtë ujin pastaj mirë të abdes. Mirë, po nëse s'ka ujtë nxehtë e ke vështirë të mirë të abdes, atëherë se vapi stërmadhohet, mirë po jepja hakin abdesit, mos nxiton marrjen e abdesit se ka mundësi një pjesë e gjimtirëve nuk la dhe runa zot ban namaz te Allahu azza wa jall nuk pranohet. E dita prej aty në vëllezër të ndershëm tha nxjerrja e hapave drejt xhamis. S'ka hapa më të lumtur, s'ka hapa që shlien gabimet më shumë se me shku në xhami. Para ta dhe ju tregova para hitbës se kaluar, ju tregova se në ditën e xumë hapa që i nxjerr në xhami janë të veçanta. Nga se për çdo hap e kesh përbëlimin sa një vjet me bon namaz natë dhe me agjeru ditën, cili nga ne ka mundësi që të agjeron të në viti dhe të ban namaz natë, ndërsa një hap që e nxjerr drejt xumës e kesh përbëlimin të Allahu azza wa jall sa një vit me bon ibadet Allahu. A ka më bëjar se Allahu azza wa jall? Me nxjerr shumë hapa drejt xhamive, drejt faljes së namazit, me jo përgjigj muezinit, kjo është vepra e ditë që t'i shlien gabimet. Nuk ka vepër më madhore se t'i shlien gabimet se sa hapat, mos flasmi për namazin. Po pas kësaj e treta ka thonë me qëndru pas namazit. Çfarë do me thonë me qëndru pas namazit? Ka thonë dietar pasi ta fal farzin mos e luj venin. S'ka se vap ma i madh se me qëndru dhe me bë dhikrin qëtër. Melekët të cilët janë prezent xhami kejt lutën për ti dhe thot o Zot fale, o Zot më shiroje, o Zot fale, o Zot më shiroje, përderisa i nuk e lëviz vendin ku e ka fal farzin. A mona shqiptar jemi dhe vetëmi si s'kena qeft lutën melekët për neve dhe tut bo elbete po i pranohet e ki pasit jape selam të paf në kom të luje venin për çkak se privohet nga se vapët të cilët melekët diskutojnë në qiell. Qëndrimi në vendin e namazit pas namazit është vepër që meriton diskutim, polemizim në mesin e melekëve lartë në qiell ku Allahu azza wa jall i ndëgjon. Tha cilët janë vepra që të ngrisin mas lartë, i tha me dhonë selam. Mi dhonë selam njëri tjetër. Ata thënë të pejgamberi Allahu nga mirësia e Islamit, ta mi dhonë selam ata që e njeh dhe ata që se njeh. Ndërsa ne shqiptarët se kena merak selamin se mendojnë se selami është i arabëve, ndërsa selami nuk është i arabëve dhe selam ka thonë Ademi a.s. Pra selami ka qenë para se me qenë arabët.
Pejgamberi Allahu thot Allahu kur e ka kriju Ademin dhe ja ka dërgu shpirtin, ka thonë Ademit shko ti grup me legëve, do të mësojnë një vepër të shenjtë që do të jetë përshëndetja yte dhe përshëndetja pasardhësve tu deri në ditën e Kiametit. Para ta Ibn Abbasi thonte me pas magji halal në Islam, i vetmi selami është magjia halal. Me njani që shkon muhabeti mirë, apo ke nga tres me ta, apo s'flet me ta, jepi selam, se selami është magjia halal që ta i nëreq zemra dhe të përmison gjendjen dhe raportet me vllëvin tanë. Para ta tha me dhonë selam me njëni qetrin të larson lartë në gjenet. Një me transmetim thot me fol but. Do thot fevlot but, nuk do me thonë mos me bërtit, mos me ngritë zonin, po me fol fjallë të mirë. E dita pe atinve me i dhonë ushqim qerëve, atyre dashamirve që kanë dhe atinve që s'kanë me i dhonë ushqim anë galësirësit të banorve të gjennetit, dhe treta pe atinve që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që njeriun e lartëson lartë në që tha me bon dhe një reqat namaz kur njerëzit janë në gjumë. Ebu Hurajra u ngrit të natën dhe thonë të o vllazni, falni dy reqat namaz në errësirën e natës për errësirën e varrit. Fali dy reqat namaz në errësirën e natës për errësirën e varrit. Pastaj tha Allahu azza wa jalla, ja Muhammed, ai që i ban këto, tha jetoni lumtur. Nëse vdes, ta vje vdes i lumtur dhe pasrohet nga mëkatet si kur atë ditë kur ka lind nga barku i nënës së vet. Dhe tha ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a ke mundësi që se herë që bën namaz, me një transmetim që transmeton Imam Tirmidhiu nga Ibn Abbasi, tha mos e le pa e bo këtë dua. Cilën dua? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha mos e le me e bon këtë dua, ban edhe shqip këtë dua me bon. Dojen që ja mësoi Allahu azza wa jall pejgamberit Allahut në gjumë, tha thuaj, o Zot mi dashuro punë të mirë, o do të mi urrej punë të liga, o Zot fal mi mëkatet dhe më mëshiro. Dhe o Zot i madh, nëse ke vendos me sprovu këtë popull, o Zot i madh, merë mu dhe mos më le të sprovon në fen tonë. Dhe pastaj tha vazhdo dhe thuaj, o Zot, banën prej atinve që du ti, banën prej atinve që i du ato që i dojnë tije, dhe banën prej atinve të cilë, banën prej atinve që i do në vepra që i do në ty. E pastaj tha më dol gjumi dhe nxitova dhe kuptova se vëllezër të ndërshëm namazin e sabat duhet me fal. Pra pejgamberi Allahut e pa Allahun azza wa jall në formën më të bukur. Para Ibn Qayyim dhe Ibn Taymija thonte se njeriu nëse e shef Allahun në ëndër, e shef sipas imanit vet. Nëse ka imanin e fortë, e shef Allahun në formën më të bukur. Nëse i ka imanin e dobët, nuk e shef Allahun në formën më të bukur siç e ka pa. Pra çka do me thonë, nëse e shef Zotin tanë në gjumë, a do të thotë që Allahu është ashtu? Jo vëllezër të ndërshëm. Mirë po kanë thonë se ëndrën kur ta shifsh Allahut azza wa jall, nga se thot Ahmed ibn Hanbali dhe shumë prej tabiinëve, njerëzve të mirë e kanë pa Allahun në ëndër, ka thonë do me thonë koment, sikur e shef Allahun ka thonë bane që këta, sikur Allahu azza wa jall ka udhëhejt, sikur Allahu tregon se don, sikur Allahu azza wa jall don me të mëshiru. Nëse Allahu ka thonë ruju prej kësaj rruge, do të thotë ke kujdes nga rruga e ligë, ama nuk do të thotë që Allahu është në të pamje, nga se Allahu azza wa jall ka thonë për përshkrimin e tij, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Askush nuk i përgjakson Allahut azza wa jall, si ka mundësi që njeriu ta shef në ndër Allahun azza wa jall me një pamje të veçantë. E parën herë njeriu që shef Allahun në pamjen e tij, vëllezër të ndershëm, është në ditën e Kiametit. Mirë po në vjen ato ditë, siç kanë thonë disa prej dietarëve, shumë hadithe pejgamberit Allahut, ku Allahu azza wa jall i shfaqet muslimanëve dhe munafikëve, që
që I ka thonë jo besimtar nuk e shofin Allahun azza wa jall, mirë po munafikët dhe besimtar kur të vjen Allahun ditën e Kiametit, Allahu e dërgon dikan apo Allahu azza wa jall I shfaqet besimtarve jo në atë formë siç e njohin Zotin e vet. Dhe I thonë unë jam Zoti juaj. Vëllezër të ndershëm, nënvizon e ketë se na duan veçantin në akhiri zaman, nëse nuk e dini ketë mjerit ju. Për çka se pejgamberi Allahut na ka tërheq vërejqën me një hadith që e transmeton Nuwas ibn Sam'ani që e ka nxjerr Imam Muslimi kur fliste pejgamberi Allahut për Dejjalin. Thonë të pejgamberi Allahut se ju s'moni me si të ballit me pa Zotin tuaj derisa të vdisni. Pra Dejjalli kur del dhe preteton se Zot mos beso, nga se njeriu s'ka mundësi me pa Allahun azza wa jall për derisa zgjut. Kështu pejgamberi Allahut neve na I lehtësoi se si ta kuptojmë se aja Dejjall dhe nuk ka Zot. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, Allahu azza wa jall I shfaqet njeriu, I parafitirohet njeriu, me bën ditën e Kiametit ku I shfaqet me një formë dhe I thot unë jam Zoti juaj. Munafikët ka mundësi që e besojnë mirë, po besimtar që e njohin Zotin e vet, thojnë ti je gënjeshtar, nuk je Zoti jon. E ju çka po pritni këtu? Janë tokën e mahsherit para se me hip nurën e siratit. Çka po pritni këto, tha me pritmi Zotin tu. Tha unë jam Zoti juaj, tha ti si je Zoti jon. Kur ti shfaqet Allahu azza wa jall, siç e njohin besimtar Zotin e vet, me çka e njohin? Na e që njohim Zotin ton me sifatet, me cilësitë e Zotit ton. Cilat janë cilësitë e Zotit ton? Ndonjëherë e ka thonë pejgamberi Allahut, njeriu kur ti mshoje dikujt, le të ketë kujdes mos ta godite në fytyrë. Nga se Allahu azza wa jall e ka kriju Ademin a.s. në formën e Allahut. Dhe kjo është akida e Ehlisunetit. Çka do me thonë në formën e Allahut? Allahu azza wa jall nuk I përgjason njeriu, nuk I përgjason krijesën. Po Allahu azza wa jall njeriu e ka kriju me di duar, pra Allahu ja ka përshkujt vetës atij di duar. Allahu azza wa jall njeriu e ka kriju me fytyrë dhe Allahu azza wa jall ja përshkun vetës atij fytyrën. Allahu azza wa jall e ka kriju njeriu me disi, Allahu ja përshkun vetës atij shqisën e shiqimit, shqisën e ndëgjimit, shqisën e të folurit. Mirë po ne kena këtë dunjoshëm krijesat të cilët janë të përbashkët në emën mirë, po nuk janë të përbashkët në realitet. Pra kur e njohmi në Zotin ton, kur Allah të vene me cilësitë e tij, dhe kur ta shohmi Zotin ton që nuk kena pa krijes që I përngjason Zotit ton, që atëherë dim se Zoti jon dhe që atëherë besimtarët I bojnë Allahut azza wa jall sejdë, përpiqen ata të cilët e kanë bën namazin për si e fajtësi, shkoj e shkel, ato përpiqen mi bën Allahut sejdë, së ni bojnë sejdë. Nga se Allahu azza wa jall boshtin korrizor, Allahu janë ngurtson ditën e Kiametit, lusim Allahun azza wa jall, siç të ka bë Allahu boshtin korrizor elastik që Allahu t'i përbulemi, gjithashtu ndaj bandë ditën e Kiametit kena mundësi ta madhrojmë dhe t'i përulmi Allahut azza wa jall. Kjo është dita e shpëtimit, dita e mirësh, dita e shiqimit Allahut azza wa jall. S'ka kënaqësi më e madhe se me shiqu fitirën Allahut azza wa jall. Allahu na bon pe atinve që na mundson ta shiqojmë fitirën e tij. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, pejgamberi Allahut e pa Zotin e vet në ëndër. Mirë po e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zgjut Zotin e vet në qiell. Në Miraj këtu ka ndryshu mendimet e sahabëve, shokëve të pejgamberit Allahut. Për ata mendimet shokëve të pejgamberit Allahut, shumica e sahabëve shkojnë nga mendimi se Allahun azza wa jall pejgamberi Allahut e ka pa në qiell. Allahun azza wa jall e ka pa dhe unë I takoj këtij mendimi pasi që të detalizoj se si e ka pa Allahun azza wa jall në qiell. Pa do leha të ndërshëm thuat se Allahu azza wa jall e ka veçu Ibrahimin a.s. edhe e ka bon mik të ti. E ka veçu Musajn a.s. I ka fol Allahu azza wa jall direkt
Me çfarë veçoi pejgamberin Allahut e veçoi Allahu Azza wa Jall me shiqimin e fytyrës Allahut Azza wa Jall gjatë komunikimit lart në qiell. Pra këtë namaz që sot e bojmë vëllezër të ndershëm, pyet dikush dhe thot pse kështu në këtë formë, nga se melekët e adhurojnë Allahun Azza wa Jall, si transmetohet nga pejgamberi Allahut, disa janë që adhurojnë Allahun prej ditës Allahu kur i ka kriju deri në ditën e Kiametit, që ndrojnë nga ditën kom para Allahut Azza wa Jall deri në ditën e Kiametit. Disa janë të përullën në ruku e qertë janë sejdë neve Allahu Azza wa Jall na i ka bashkuan të gjithë këto adhurime dhe ja provën në Ramazani që janë melekët që nuk hajnë dhe nuk pinë, ku Allahu na i shijoj edhe këtë lloj të ibadetit që ja bëjmë në Zotit ton. Pra kja sekreti pse këtë formë na e bëjmë namazin, vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall neve me na kupto vlerën e namazit, na i ngriti pejgamberin e Allahut mbi 7 katë qiell dhe komunikoi Allahu Azza wa Jall dhe Allahu Azza wa Jall e shpalos perdën e vetë, ku pejgamberi Allahut e shikon Zotin e vetë. Para të thonë të Ibn Abasi se Allahun Azza wa Jall pejgamberi Allahut e ka pa në qiell diher. Para ta thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, ma kadhabal fuadu ma ra'a, zemra pejgamberit Allahut nuk e ka përgënjeshtru atë që e ka pa, i vetmi pejgamber i cili e ka pa Allahun Azza wa Jall në qiell është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj ka ndryshu mendimi këtyre sahabëve si Enes ibn Malik, Ebu Huraira, që transmetohet gjithashtu nga Ibn Abbasi dhe shumë tabiin, se e ka po me sit e ballit apo e ka po me sit e zemrës. Pra e ka po me zemrë apo e ka po me sit ballit, dhe unë anoj të mendimi se e ka po me sit e zemrës, vëllezër të ndershëm, në qiell Allahun Azza wa Jall. Për këtë arsye anoj dhe të mendimi se pejgamberi Allahut sërish është ngjitën lart në qiell me shpirtin e vet, kanë gjitën me zemrën e vetë. Para ta ju kanë bo obligim namazet dhe nuk i njëftë të pejgamberi Allahut. Pejgambert në qiell e pyet të Gjibrilin, ndërsa në Aksa kur dol imam nuk e pyeti Gjibrilin, nga se i njëftë të pejgambert e Allahut një nga një, duke thonë se e pash Ademin duke bo namaz, e pash Ibrahimin duke bo namaz, ish kështu e pash Isajn, e pash Musajn, nga i njofti pejgamberi Allahut se fillimisht i ka taku lart në qiell. Leot të ndërshëm, Allahun Azza wa Jall e ka pan para ta mirë, po është një mendim tronditës që e transmetohet nga Aisha radiallahu anha, e cila anon të mendimi se ka pa Allahun Azza wa Jall në qiell, mirë po e ka pa Gjibrilin a.s. në formën si që Allahu e ka krijuar. Para transmetohet se ka pa Gjibrilin a.s. në qiell në atë formë si që Allahu e ka kriju, që ishte i madh Gjibrili a.s. sa pin tokën qiell dhe i kishte 600 kara, që një kara e mbulon të horizontin. Para transmeton Mesruki, i cili tha ishte i shtrin i mbështetur të tezjeve të Aisha, bashkëshorte e pejgamberit Allahut. Ndëgjoni me vëmendje çka tha Aisha, nona e besimtarëve, bashkëshorte e pejgamberit Allahut. Tha bashkëshorte e pejgamberit Allahut, ai që pretendon njëna prej trive dije se ka shpifën ndaj Allahut, një shpifje të madhe. Tha oj nona e besimtarëve, cilët janë këto shpifje e para për atinve? Ai që pretendon se pejgamberi Allahut e ka pa Allahun Azza wa Jall natën e Mirajit, ka shpifën ndaj Allahut. E dita prej atinve, vëllezër të ndershëm, tha kush pretendon se pejgamberi Allahut e ka ditë gajbin msheftën, ka bon shpifje ndaj Allahut. Dhe e treta, kush pretendon se pejgamberi Allahut diçka ka mshe, nuk e ka përhapën atë që Allahu e ka obligu të përcjellë, tha ka bon biftan, ka ngjit iftira, e ka akuzu pejgamberin Allahut dhe kjo është shpifje e madhe. E pyeti Mesruki dhe i tha oj nona besimtarve, mos nxito nga dal, nga se Allahu Azza wa Jall ka thonë Kurani Kerim e ka pa edhe duke zbrit të Sidratul Muntaha, diher ka thonë e ka pa Gjibrilin, nga se Allahu Azza wa Jall ka thonë. Këto janë argumentet e Aishës, pse ka thonë Aisha që i pejgamberi Allahu duke ka pa Allahun. Këto janë dhe argumentet Kurani Kerimit, që i bari ajet ka thonë la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. S'ka mundësi se sini njeriut
ta përfshin ta shiqon Zotin e vet, kurse Allahu është i mbikëqir syt e tyre. E dita prej atinve thot Allahu Azza wa Jall Kurani Kerim, Allahu nuk ka dërgu mesazh për një pejgamber vetëm se nëpërmes melekut apo pas perdeve. Nuk ka ardhur mesazh prej anës Allahut Azza wa Jall vetëm nëpërmes melekut në formë të njeriut apo pas perdeve, ose ju ka inspiru. Këto janë argumentet e Aishës, mirë po vëllezër të ndershëm, siç thot Ibn Abbasi dhe i takon gjithashtu në mendim Ebu Dher el Ghifariu, kur takoi Abdullah ibn Shaqiq, i tha: atë kishna qenë gjallë në zamanin tuaj, e kishna pyet pejgamberin Allahut një pyetje. Shaqiq ibn Abdullah nuk e pat takuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tha: cilën pyetje e kështë pyetur? Tha: e kësha pyet, a ke pati Zotin tanë kur ki ibn në qiell? Tha: mos u merakos se unë e kam pyet pejgamberin Allahut. Tha: çka tha pejgamberi Allahut? Më tha: dritën si ta shoh. Pra vëllezër të ndershëm, Ibn Taymija dhe Ibn Kajmi dhe ketë po e përmbylli se i psi bashkohen mendimet që thot Aisha se ka pa, Ibn Abbasi thot e ka pa, me një transmetim thot e ka pa me zemër, djerë përmbyllën se pejgamberi Allahut nuk e ka pa Allahun me sytë e ballit mirë, po e ka pa me sytë e zemrës. Pejgamberi Allahut nuk e ka pa me sytë e ballit mirë, po e ka pa me sytë e zemrës. Dhe i vetëmi pejgamberi Allahut a që e ka pa Allahun Azza wa Jall me sytë e zemrës. Aisha flet me një tematik tjetër, Ibn Abbasi flet me një tematik tjetër. E dita prej atinve, ai që pohon ka përparësi ma shumë se ai që pohon. Ka mundësi dikush zdi diçka, thot s'ka ndodhen. E njoni prej atinve thot ka ndodhe, dhe kja është argumenti pra cili ka përparësi. Ai që e pohon ka përparësi para se ati që e mohon. Dhe në rast kur ka mundësi të bashkojnë argumentet, atëra ndojmë tek i mendim se Allahun Azza wa Jall pejgamberi Allahut e ka pa me sytë e zemrës, e ka pa me zemrën e vet lart në qiell dhe ata diherë, dhe e ka pa Gjibrilin diherë. Për atë Ka'bel Ahbari thonë të Allahu e veçoj Musajin që i ka fol direkt pa ndërmjetësime diherë, dhe e veçoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ku e pa Zotin e vet diherë. Allahun Azza wa Jall e lusmi që ta shiqojmë dhe të Allahun Azza wa Jall që ta shiqojmë bukurinë e ftyrës së tij në xhennet. Nga sa akidja e Sunetit anë se besimtarët e shohin Allahun Azza wa Jall ditën e Kiametit dhe xhennet, dhe s'ka kënaqësi më e madhe e xhenetlive se sa për ta shiqur Allahun Azza wa Jall. Në veçanti do ta shohin çdo xumë dhe njerëz do të radhiten ku do të shkojnë me pa Allahun Azza wa Jall. Sipas radhave ditës së xumë, kush ka ardhur më herët është më afër Allahut, kush është më lart safin e fundit, a janë safin e fundit për ta shiqur Allahun. Atëre të kujdes mos që ditën e xumë të vim sa më herët në safin e parë, që të jemi në safin e parë ditën e xumë, ditën e Kiametit kur e shiqojmë Allahun Azza wa Jall. Allahu na bof nasib. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.